Nga përshtypjen që ideja e Evropës së Shqipërisë ose Bashkimit Evropian ngjan një shik me atë të komunizmit dikur që shihej si vin horizont, problemi që sa më shumë ti afrohesh horizontit, aq më shumë horizonti largohet nga ti. Rama e ka hedhur këtë si premtim, mbase ka pas një lloj efekti elektoral, ndonse unë mendoj që arsyeja kryesore pse Rama ka fituar zgjedhjet e kaluara kanë qenë të tjera arsye, domethënë kanë qenë ushtrimi abuziv i pushtetit, marrëdhëniet me oligarkët, kapja e mediave, shumë çka tjetër. Gjithsesi do presim dhe do shohim. Unë vrej bie fjala që në muajt e fundit ka ndryshuar në tone kritike qëndrimi i institucione i BE-s në përgjithësi, po edhe i përfaqësuesve të saj ndaj qeverisë Rama. Skandali i Belinda Ballukut është ende një njollë turpi për këtë qeveri, mënyra se si jo vetëm e kanë mbrojtur nga pema institucionale. Sot Belinda Balluku do duhet ishte të paktën në arrest shtëpiak, e hetimi ndaj saj të BE plot nga spaku. Por po ta vësh re, Rama identifikohet me të edhe politikisht. Pra, Belinda Balluku nuk është ai familjari, po themi që turpëron, po s'ke ç'i bën. Aty edhe e heq nga fotografitë e dasmës. Belinda Balluku është ende në vit parë. Rama del me të edhe pse kjo mburoi dhe mbrojtje politike kaq publike për zonjën Balluku, ndërkohë që nuk ka qenë rasti me zotin Tahiri, zotin Vediaj, zotin Koka e të tjerë, bashkëpunëtor të ngushtë të zotit Rama, zoti Beqaj fjala bie, të cilët natyrisht moto e Partisë Socialiste ka qenë që ne lëm drejtsinë të bëj punën e saj. Qofshin këta dhe bashkëpunëtor të çmuar politik, ndërkohë që për zonjën Balluku është gati të prishë marrëdhënie edhe me Gjermaninë apo me vende të tjera anëtare, të cilat natyrisht po penalizojnë Shqipërinë për marrjen e Ibarit. E vërtetë, kam vënë re këtë dallim. Ka disa mënyra shpjegimi. Mënyra e parë ka të bëjë me faktin që Belinda Balluku është më pranë Ramës se kushdo nga personazhet që ju përmendet. Ka qenë zëvendës kryeministe dhe drejtuese politike shumë e rëndësishme, vazhdon të jetë drejtuese politike shumë e rëndësishme e Partisë Socialiste. Zoti Ahmetaj, zoti Vediaj në ana tjetër dhe zoti Tahiri, kjo është delfinet apo pasardhësit e zotit Rama. Dhe tani do dalë tek arsyeja e dytë. Arsyeja e dytë ndoshta ka të bëjë me faktin që Belinda Balluku mund di gjëra për Ramën komprometuese, kështu që ai në fakt kuptimi është i detyruar ta mbrojë Ballukun. Balluku besa duket ja ka bërë të qartë që ne ose arrim të dy mbi sipërfaqen e ujit ose shkojmë të dy në fund detit. Kështu që ky është shpjegimi racional sepse Rama e mbron me kaq kosto politike edhe në opinionin publik, po edhe në raport me Bashkimin Evropian Belinda Ballukun. Mund të ketë bëjë dhe fakti që, si i thoshin dikur, ndryshime sasiore sjellin ndryshime cilësore, do të thotë vjen një moment ku ministri i korruptuar i radhës bëhet një më shumë për të mbajtur ekuilibrin. Që thotë Rama mund të toleronte deri në një farë pike 2, 3, 4 figurat e para që goditeshin nga drejtësia, por patjetër ky proces do të kishte fund, përndryshe jo thjesht Rama vet, po krejt entourazhi i tij politik ndihet i pasigurt. Unë kam dëgjuar para 1-2 muajsh një fjalim të gjatë të Ramës përpara deputetëve socialistë, ku ai pranonte se disa prej tyre i thoshin ti po na merr në qafë me këtë reformën në drejtësi. Sigurisht ai e përdor për një formë ligjërimi i leqar, mi po ndoshta një fart vërtetë ka aty brenda. Shumë njerëz korruptuar brenda PS-s mendojnë që Rama është i gatshëm të shes të gjithë përveç vetë ose për shpëtuar veten. Jo, nëse ata binden kësaj, Rama nuk e ka gjatë në pushtet, sepse në marrëdhëniet politike korruptive, i cilat i gjanë që marrëdhënie politike feudale, ata që janë poshteje, vasalët, të japin shërbimet e tyre, po kanë nevojë edhe për mbrojtje. Nëse binden se Rama nuk do t'i mbrojë, atëherë do t'i dalin kundër Ramës. Për gjitha këto arsye, Rama ka zgjedhur të identifikohet plotësisht me Belinda Ballukun. Themi mbas në kohë, ju thatë fillimet e aktivizmit tuaj publik, dhe natyrisht kujtoj se ju jeni bërë palë apo keni shkuar për të mbështetur minatorët, fjala bie, keni shkuar naftëtarët, keni mbrojtur çështje të ndjeshme publike si çështja e personit që u vra për momentin Klodian Rasha, po në 2018 ardit gjoka më herë në 2016. Më pas, pra keni çështje me sensibilitet lartë publik. A ishin dhe natyrisht Universiteti në Rrezik, ishte një lëvizje pastaj që ju kulminoi me lëvizjen studentore, ishte një protesta bashkë me ata armëve kimike, 2 protestat vetëm mëdha që kanë qenë ndoshta në 20-30 vite në Shqipëri. A ishin këto të gjitha prelud i konstituimit të lëvizjes politike nga ana juaj apo një zhvillim i natyrshëm i saj? Ta ishit paramenduar? Kur e lexon historinë mbrapsht,
duke se ka një lloj determinizmi, pa një lloj paracaktimi, që kur i hyn një rrugë, domosdoshmërisht kjo rrugë do të çojë një moment në krijimin e një partie politike dhe në shndrimin e një faktor politik dhe institucional dhe jo thjesht natyrës shoqërisë civile. Gjithsesi, është ky koncepti i efekteve të pasynuara, domethënë. Pavarësisht se mund të ketë pas një lloj determinizmi, paktën nuk ka qenë qëllimi im deri vonë. Do të thënë, diku midis viteve 2021-2022 ne kemi marrë vendimin aso kohë në organizatën politike të shtroheshim parti politike. Po ta kishim menduar më herët, do ta kishim bërë më herët sepse kemi pasur shansin ta bëjmë mbas protestave studentore 2018-s, ku profili publik u rrit mjaft dhe ishim brenda një lëvizje të madhe rinore dhe studentore, mirë po prapse aso kohë nuk e kishim për qëllim. Pa do ishim bërë parti dhe kishim hyrë në zgjedhjet 2021-shit. Kam përshtypjen që si qëllim ka filluar të ravizohet edhe të piqet brenda nesh mbas vitit 2021, duke nu hatur edhe degradimin e sistemit vjetër politik, ose atë që mund të quhet humbjen e legitimitetit të sistemit vjetër politik. Ishim i përvojë gjatë në protesta, në organizime me punëtorë dhe me shtresa të tjera shoqërore të nënrenditura. Përballeshim me një shtys nga qytetarët, të cilët thoshin na jepni një adresë elektorale. Se ne përpara se themelonin lëvizjen bashkë, ajo çfarë kërkonin qytetarëve ishte hajde në protestë, hajde në bëjmë një grevë, hajde në nisim një peticion. Dakor,